Takimi i radhës si kandidatit socialist Vullnet Sinaj u zhvillua në Mesaplik në praninë e banorëve të zonës dhe kryetarit të Bashkisë së Selenicës, Netil Bellaj. Aktiviteti u shenjua nga një atmosferë pozitive me diskutime të hapura për zhvillimin e mëtejshëm të zonës. Në fjalën e tij, kandidati për deputet Vullnet Sinaj rikujtoi angazhimin e tij të mëparshëm me banorët e Mesaplikut, duke theksuar se gjithmonë do të jetë mirënjohës për mbështetjen e dhënë nga banorët dhe se nuk e vendos rezultati respektin e tij për këtë zonë. Nëse ju më doni prap, se ndoshta mendoni që jam më i mirë se ndonjë tjetër, më votoni edhe më sillni prap këtu. Unë si do të ndodhi, historia ime, unë do të them gjithmonë faleminderit. Gjithmonë. Nuk e vendos rezultati, respektin tim për Mesaplikun apo për zonën. Këtu në çik më shumë se kam detyrime më shumë se sa në zonat e tjera. Jam munduar me ato fuqitë e mia të deputetit, energjitë e mia, sa kam pasur unë në dorë, nuk kam kursyer. Deputeti është zëri juaj që flet se çfarë do kërkoni juve në parlament, që kërkon atë që do kërkoni ju në qeveri, që vinë mbron interesat tuaja, kemi një bashki të ndershme. Edhe kjo nuk është pak. A punon, aq sa mundsi ka, sa fuqi ka, por ama janë të ndërgjegjshëm. Unë punova 8 vjet, jo vetëm për të bërë investime në zonë, po dhe për të sjellë këta djemë të rinj në drejtim të bashkisë. Ndihem borxhëlli, sepse nderi që më keni bërë dhe emri që më keni dhënë, unë tani po e kuptoj. Më duket që do më ngarkoni prap me një barë të rëndë mua. Edhe ndoshta do kem fuqi dhe energji dhe mendje që ta shkarkoj ditë për ditë atë barën me punë. Në këtë mandat do punoj më shumë. Unë do t'ju them që do bëj maksimumin tim. Po nuk bëra maksimumin tim, unë këtu të vit kërkoj vot më, nuk vi. E drama thot, më të mirët nuk kemi, po më të mirë se ne nuk ka. Jo vetëm aq. Po unë them kështu, duhet mendojmë një herë, po sikur të mos ishte kryeministër e drama, të ishte një kryeministër tjetër. Se ne me Vlorën jemi të lidhur, a do kishim lungomare, a do kishim aeroport, a do kishim atë tunelin rrugës Andej, a do kishim rrugën e lumit Vlorës, a do kishim këtë rrugën tjetër, a do kishim shpresë që do bëjë rrugan. Unë them jo. A kemi kryeministër që vërtet do na çojnë në Europë? Unë them po. Kreu i Bashkisë së Imarës, Netil Bellaj, foli rreth potencialit që ka Mesapliku për zhvillimin e turizmit. Ai shtoi se zona ka filluar të marrë më shumë vëmendje, ndërsa banorët po rrisin ndërgjegjësimin për vlerat e pronës dhe dokumentimin e saj. Nëse ka një fshat që ka një potencial për zhvillimin e turizmit, është Mesapliku për vetë pozitën e saj gjeografike që ka. Këto gjëra nuk bëhen vetëm. Këto bëhen me mbështetje, me njerëz. Mendojmë që këtë vullneti është më i fuqishëm se çdo herë tjetër, pasi ka 8 vjet eksperiencë, por për ne është i provuar njëri që të gjendet, njëri që jeton me hallet e njerëzve. Mbështetja e vullnetit është mbështetje për të gjithë ne, edhe për ne si bashki. Unë nuk kërkoj mbështetjen tuaj këtë herë edhe për bashkinë, sepse zëri i vullnetit atje është një avokat shumë i mirë për bashkinë tonë.